Euronews Albania. Pyetjen e parë kam për ju, zonja presidente. Për vite me radhë, Bashkimi Evropian ka thënë se dera është e hapur për Shqipërinë, por kjo derë nuk po hapet ende dhe shqiptarët janë lodhur duke dëgjuar vazhdimisht për procese, për kapituj, për negociata. Kur do të hapet kjo derë dhe çfarë ka mbetur ende për të bërë? Pyetja për ju, zoti kryeministër, është për të njëjtën çështje. Ju shpesh keni kritikuar Bashkimin Evropian për burokraci. Sot besoni që Bashkimi Evropian me gjithë burokraci do të mund të antarësojë Shqipërinë në 2030-ën? Faleminderit. So we always are saying rightly so that themi me të drejtë që pushi i zgjerimit është një proces që bazohet në meritat dhe këto merita që Shqipëria meriton janë të dukshme tani. Siç e thashte në fillim, është një proces normal i hapjes së grup kapitujve dhe të punojmë për reformat në mënyrë që të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Për mua, dua të them, është mjaft impresionuese të shikoj për shpejtimin, shpejtësinë që kemi kaluar në 2-3 vitet e fundit dhe jam gjithmonë e impresionuar me ju, zoti kryeministër, dhe me popullin shqiptar që më thonë po, ne duam të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, të bëhemi antar, po e dim që këto reformat janë për ne në mënyrë që të forcojmë demokracinë dhe të forcojmë vendin tonë. Dhe prandaj kjo është e dukshme dhe e bërë këtu në Shqipëri sukseset e viteve të kaluara. Unë përmenda SEPA, përmenda roaming, por gjithashtu dhe planin e rritjes që është në fakt po funksionon mjaft mirë në Shqipëri. Do të kemi tani konferencën e investimeve. Të gjitha këto janë hapa pozitive përpara. Prandaj unë mund të them vetëm që jam e impresionuar thellë nga shpirti këtu që gjej, nga fryma që gjej këtu në Shqipëri dhe jam shumë të përqendruar në ambicien tuaj që deri në 2027 Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Pyetja që mu drejtua mua ishte mbreslënse për faktin që ne, edhe unë personalisht, jo vetëm që e besojmë këtë që themi, por bazuar mbi këtë besim ne zhvilluam para pak kohësh edhe një fushat të tërë zgjedhore ku i kërkuam shqiptarëve të na japin mbështetjen, të na japin një mandat të fortë për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Kështu që në këtë kuptim pyetja është drejtëruese. Ndërkohë që për sa i përket çfarë kam thënë unë për Bashkimin Evropian, tani më ka një kohë relativisht të gjatë që i kam thënë ato që kam thënë dhe të cilave nuk i heq asnjë presje, pasi në atë periudhë Komisioni Evropian i propozon të Këshillit që të hapeshin negociatat dhe Këshilli refuzonte për shkak të 2-3 vendeve që i bëheshin pengesë këtij procesi. Ndërkohë që sot jetojmë prej disa kohësh, dhe nuk është sot, u bë disa kohë që jetojmë në një realitet tjetër në raportet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Dhe prandaj pyetja ishte për të mbajtur mend, sepse sot ne jemi në një situatë kur, siç tha presidentja, kemi hapur 5 nga 6 grup kapitujt e procesit të negociatave në vetëm 11 muaj. Është një kohë rekord për nga shpejtësia. Dhe sigurisht që ne kemi bërë detyrat tona, se në Bruksel nuk të dhuron njëri asgjë. Duhet t'i fitosh të gjitha ato që kërkon. Por nuk diskutohet që nuk do të ndodhte sidoqoftë ky proces me këtë shpejtësi, nëse nuk do kishte një vullnet të madh, jo vetëm nga Komisioni, por dhe nga vendet anëtare në këtë fazë. Sepse është i gjithë Bashkimi Evropian, të paktën unë kështu e shoh,
që prej disa kohësh nuk ka lëkundje fare që duhet mbështetur procesi i antarësimeve të reja, duhet mbështetur Ballkani Perëndimor, duhet mbështetur Shqipëria. Është vullnet i përgjithshëm dhe prandaj kjo sintoni me Komisionin dhe me Bashkimin Evropian është e plotë. Ndërkohë që viti 2027 nuk është një vit që e pam ne në ëndër këtu në Tiranë dhe tani po ja u tregojmë shqiptarëve. Është një vit që kemi përcaktuar së bashku me Komisionin Evropian si objektivin e negociatave. Natyrisht, ky objektiv lidhet me detyrat që ne bëjmë këtu, me reformat, me masat, që janë të gjitha të kalendarizuara dhe të detajuara. Nëse ne do vazhdojmë kështu, me këtë ritëm dhe me këtë këmbgulje dhe me këtë sukses në çdo hap, ne do t'ja dalim që në 2027 ta bëjmë detyrën tonë. Dhe natyrisht Komisioni në memorien time gjithmonë ka bërë detyrën e vet. Pra ka qenë objektiv në vlerësimin e punës tonë. Pastaj do të kemi periudhën kur vendet anëtare do duhet të shprehen një nga një për të ratifikuar në parlamentet e tyre antarësimin tonë në Bashkimin Evropian dhe kjo është një fazë tjetër. Kështu që edhe herë, unë jo e besoj, por e kam bindje absolute që është në dorën tonë që ne të arrim objektivin e 2027-ës, sepse kam bindjen absolute që presidentja nuk lëviz nga pozicioni i saj, që nuk është pozicioni i sotëm, por është pozicioni i ditës 1, kur është zgjedhur herën e parë dhe në tweetin e parë që ka bërë si presidente e komisionit e sapo zgjedhur, ka shkruar: "Ky është një komision gjeopolitik." Pra, përtej burokracisë. Se burokracia patjetër, burokraci nuk i shpëtojmë dot ne, se që po t'i shpëtojmë burokracisë do të thotë që Silvio nuk do ishte kaq i rëndësishëm për Bashkimin Evropian këtu në Tiranë. Greta Bullari, televizioni ABC News. Pyetja ime është e përbashkët si